Ishte njëri që njëm dy dhe i janë kohë e Zotit. Se për çdo gjë ne kërkojmë një fajtor dhe i drejtojmë i Zotit. Edhe ky thoshte o Zot, pse mua këtë, o Zot, pse mua kështu, pse më ndodhi mua kjo. Një moment u lot Zoti me këtë. I doli përpara tha, dëgjoj tha. Më ke fajsuar kaq shumë për jetën tënde, tha, sa që tha nuk po të duroj më. Do marrësh ta të gjithë edhe burrat e fshatit dhe do i thuash kush ka hallë probleme që ankohet për jetën e tij, ti mbushit thesin e të vi lart tek kisha. Në vendi shenjtë. Dhe këta kështu bën, vajtën e tjenë darkë, kishe njëri një thes, kush 5, kush 6, kush gjysëm. Edhe i thot Zoti, thot, mirë, thot, vendosni problemet hallet tuaja tek muri, thot, edhe largohuni. Ta lanë thasë atje, edhe i thot, tani, thot, keni të drejtën, t'ju jap një mundësi që të shkoni, thot, edhe të ndroni, thot, merrni këtë thes doni ju. Dhe qa bën këta, vrap, vajti se cili muri, thesin e vetë. Jo, thesin e vetë. Sa i dinte se qa kishte thesi vetë. Do më thëna, i tjetri që në thojza presupozoj që ishte i lumtur, vajte me 6 thas, se kishte pasurit madhe. Kjo tjetri kishe gjysë thesi, ishe i varë. Ma mirë po marrë gjysë më në thesit tim, edhe jam rahat. Nëse se mos i kapi dorën e një tjetër atje se mori. Mirë po, kështu që nuk dim gjë se qa ka thesi tjetër. Kulmi është që nuk e dim qa ka të thesi tjetër. Unë mjaftushëm edhe unë me thënë drejtëm Albanon jam dakord, dhe vazhdoj dhe besoj që karma është një gjë që vjen me njëherë, po varet, ti për shumë nga që je shumë e mbushur nga personi për balë dhe nuk e shef qarë të keqe ka aji, qarë i ka ndodhur, sepse, shiko, të pakte në përpunëra, e që e lidhe me punën. Ke shumë njerëz që qëfar nuk të bëjnë, qëfar nuk bëjnë që të pengojnë, të ecësh për para, ndoshta dhe të kanë prish punë dhe ti se di, i ke miq, mikesha, ndoshta të lëndojnë edhe financiarisht, janë shumë të lumtur kur e bëjnë këtë. Por i ke vënë re, ata mundet të kenë shumë o shumë nga ty, por janë shumë të palumtur. Edhe unë e them shpesh, Zoti s'të gjur me gurmë të zbras shpirtin. Dhe disa keq është t'jeshe palumtur. T'jeshe palumtur. Je gjithmonë e palumtur. Se të ke shumë gjëra dhe të merresh me atë që po kërkon të ketë shumë pak nga sa ke ti. Ndoshta vetëm normalen. Dhe ti vazhdon dhe xhelozon për atë gjën e vogël, për atë mizën aty, kur vetë ke thesin, do të thotë që je i papërmbushur. Nuk lumturohesh dot. Nuk e kuptojnë këta njerëz. Jo, nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë këta njerëz. Po njerëz, kuptojeni më, se jeta nuk zjat sa doni ju. Çfarë mund t'i bëjmë Zoti njeriu që i ka zbrazë edhe shpirtin, edhe trurin, edhe gjitha, nuk shef. Ja ka bërë dëmin, s'ka nevojë. Ja ka bërë. Mund ta japim një mesazh ne keni pak frik karmën? Ë? Keni? Po, mund ta japim unë e them me plot gojë. Tha keni frik karmën sepse nuk ngatron adresën. Do ju vi në derë të shtëpisë. Që ka post e mirë, post serioze. Dëgjoj, rasti më i freskët Kush bën keq, pa i bërë asgjë, e keqja do të vi. Dhe ju që na keni bërë keq, mua, Erionit, Klodit, do t'ju